18.3 ton fileto pule ardhur nga Brazili është bllokuar në portin e Durrësit pasi ka rezultuar me prani të salmonelës. Kjo ngarkesë me mish pule të ngrirë ka hyrë në Shqipëri në datën 21 mars, ndërsa dyshohet se një pjesë e saj është hedhur në treg dhe konsumuar nga qytetarët. Autoriteti Kombëtar i Ushqimit në njoftim të shkurtër një javë pas konstatimit të situatës, shpjegon se është inspektuar subjekti importues dhe çështja është referuar në prokurori. AKU nuk jep detaje se cila është kompania që importonte mishin e pulës, si dhe nuk specifikon zyrtarisht sasinë e filetos së bllokuar. Pas analizës e realizuar në Isuf me 21 mars 2025, ku u identifikua prania salmonelës në një mostër produkti pule fileto e ngrirë e importuar nga Brazili, AKU ka ndërhyrë në mënyrë të koordinuar me strukturat përgjegjëse për gjurmimin, verifikimin dhe bllokimin e produktit, si dhe përmarrjen e masave administrative dhe ligjore ndaj subjektit përgjegjës. Është inspektuar subjekti importues për të siguruar gjurmëshmërinë, i cili është referuar në organet e prokurorisë së rrethit gjyqësor Tiranë për veprime të mëtejshme procedurale lidhur me elementet e veprës penale për mosrespektim të kritereve të gjurmëshmërisë dhe dhënie të informacionit të pasakt. Megjithatë, MCN ka mësuar përmes zburimeve se kompania që ka futur në treg fileton me salmonel është AMG Food, e cila operonte në zonën e Kasharit dhe ishte fokusuar tek përpunimi dhe magazinimi i produkteve të mishit. MCN u përpoq të kontaktonte disa herë me AMG Food, si dhe me administratorin e saj Mondi Goxha, por nuk u përgjigj interesit ton. Po kush është Mondi Goxha? Ai rezulton të jetë edhe antari i dhomës tregtare amerikane. Goxha gjithashtu ka përfituar nga fondet e IPART për linjën e përpunimit dhe magazinimit të produkteve të mishit. Ai shprehet se në vitin 2019 aplikoi pranë AZBR-s për mbështetje nga IPART për ndërtimin e stabilimentit sipas të gjitha kritereve të vendosura nga programi IPART 2. Tu ndodhemi te stabilimenti i kompanisë Dimal në Kasha. Kemi aplikuar në programin IPART për ndërtimin e një stabilimenti modern dhe me standarde europiane. Mbështetja e programit IPART ka qenë shumë e rëndësishme për kompaninë tonë. Ky biznes u vlerësua edhe nga ministra e bujqësisë e Asokoj Frida Krifsa, e cila e cilësoi si një investim të rëndësishëm që do të japë impakt në të gjithë zinxhirin e zhvillimit të sektorit të blegtorisë.